Altin Dumani është përgjegjës kryesor për moszbatim në ligjit antimafia. Këtu qëndron gjithë problemi. Se nëse Altin Dumani zbaton ligjin antimafia, ai konstaton se pronat e klanit Xhafa vinë nga droga e Gerondit dhe jo nga djerse e tyre. Po Altin Troplini nuk e bën këtë, se është peng. Në qoftë se Altin Troplini është i interesuar ja ku është hoteli 70 milion euro Gjertani i familjes Rama dhe ati mollës që e nëzorën edhe nga burgu se është i Teta Olgës. Në qoftë se Altin Troplini është i interesuar, le të lexojë Ola Xhamën, një gazetare kurajoze, e cila bëri një hetim që Altini nuk e bëri. Dhe kjo gazetare i tha opinionit publik se këto kulla monumentet të drogës dhe korrupsionit, vetëm 20% të parave i kanë nga bankat. Dhe kjo mjafton për Altin Troplinin që t'u vedryn atyre kullave me parat pista. Por, hajnë burët se kam sekuestrua 63 milion euro. Gjë më qesharake, në një kohë kur përëndorit e klaneve janë me miliarda. Janë me miliarda. Kjo është. A ju tani ka marrë mision të dalë në për studio dhe të mashtrojë. I thot publikut se për herë të parë 3 zëvendës kryeministra. Ku janë? Këqur zëvendës kryeministra ata që kanë qenë. Ata që kanë qenë. Po gjersot, si që thot a ju, si që mashtron a ju, se ka një zyrtar shumë të lartë të dënuar, asë një zyrtar shumë i lartë nuk është i dënuar. Asë një për korrupsion. Dhe për sqarim për publikun, këta që duan t'ja ufshin memorien ju, dhe t'u hedhin trut ati që s'po e them, ju thonë ju se s'ka ndodhur ndonjëherë. Ministrin detyrë. Ju them unë ju. Ju them unë ju. Nga viti 2008 në vitin 2010. Kanë lanë imunitetin dhe janë paraqit para prokurorit dhe gjykatësit zëvendës kryeministër i qeverisë, në detyrë, zëvendës kryeministër. Dhe 2 ministra, në detyrë, jo ish ministra, në detyrë. Ka dhënë dorëheqje Ilir Meta në mënyrë absolute, bazuar në një dokument të falsifikuar nga Edi Rama me Filip Çakullin, i cili doli nga analiza e institutet italian më prestigjioz se ishte falsifikuar në 28 segmente. Por ai e kishte atë burri. Jo, tha, unë nuk shkoj tek prokurori, më erdhi në zyrë. Nuk shkoj unë tek prokurori për t'u hetuar si zëvendës kryeministër.
do shkoj të ka ju të hetohem si qytetar i thjesht. Por që është vërtet të njëjtën gjë, absolutisht, ka bërë Fatmir Mediu. Të njëjtën gjë, ka bërë Lulzim Basha, se këta që duhen të hedhin publikut trute ati, dhe mendojnë se publiku do besoj mashtrimet. Jo, mërë. Këqun zëvendës kryeministër Arben Ahmetën, të cilit i lëshoj mandat arresti në një kohë kura ishtë largu prej kosh nga detyra, dhe vetëm kur mori dokumentat e plakave të banjës ish bashkëshortës nga i mori. Pra, një propagandë vulgare në verisë, po dhe ata gazetarë të cilët qëndrojnë, ky është problemi, fact-checking. Gazetarë të cilët pranojnë mashtrime bëhen bashkautor në mashtrim, në qoftë se s'bën fact-checking, shifë, lexoni mediat amerikane dhe mediat tjera. Absolutisht të nesërmen e deklaratave të paraqesin fact-checking. Ka rëndësi të madhe. Ka rëndësi të madhe që se në këtë mënyrë do mund të kthjellojnë hapësirën komunikative mediatike të vendit. Dela i thot për herë të parë, thot. Për herë të parë. Pra, mirë është mos citojmë njëri që se meriton të citohet. Zoti Berisha, kam dy pyetje. Para, ju folët për një platformë parlamentare. A lidhet kjo me një përjashtim tuaj të mundshëm nga parlamenti dhe nëse na jepni më shumë detaje, si do të jetë organizuar? Kurdo? Pra do të ketë çadër, do të ketë foltore para qeverisë, do të ketë mikrofon, a do të jetë e përditshme apo do të jetë të gjitha do të jenë objekt diskutimi, por foltoria, dje për shembull, dje, 5 deputetarë kishin përgatitur fjalimet pasi kishin marrë kontakt me zgjedhësit për problemet zonave të tyre, që s'mund të mbyllej kur parlamenti. Ja mbyllja, ka e kanë dyqanaj. Ata e kanë dyqan. Ndaj dhe ne, nuk mund të do krijojmë hapësirën tonë mediatike. Pse para, sepse Edi Rama është autori kësaj. Këta janë instrument, Niko Metaulanti janë instrument. Ndaj dhe aty do fillojmë betejën tonë. Pyetje 2. Ditën e diel do të mbahen zgjedhjet të pjesëshme lokale në 5 bashki. Ju sigurisht nuk keni dalë në fushat, por mbështesni 5 kandidatë të pavarur. Si e shihni garën? Tani jam në prag të zgjedhjeve, por ti din konsideratën e mia për regjimin. Një regjim që s'pranon votë e lirë është një regjim që do të rëzohet sa më parë. Pyetje tjetër? Zoti Berisha, cilat janë pritshmëritë tuaj nga nisja e protestave? Cilat do të jetë qëllimi dhe deviza e këtyre protestave? Pritshmëritë e mia janë shumë pozitive. Unë kam bindje se nga ata qindra mijëra shqiptarë që votuan në kushtet më të vështira kundër kësaj qeverie, do vazhdojnë misionin e tyre për përmbysjen e saj dhe rikthimin e drejtës votës lirë. Sikundër, kam bindje se platforma e opozitës para zyrave të narkodiktatorit do të jetë platforma me ndjekur, me gjithë përpjekjet që do bëjnë të sigurta me mediat që kontrollon,
qeveria, ju e mërë vesh çfarë skandali ndodhi në konferencën e shtypit të Edi Ramës, kur asnjë gazetar nuk guxoi ta pyes atë për rolin e tij të dokumentuar, të faktuar në vjedhjen e 90 milion euro në tunelin e Llogaras. Parmbrëm, emisioni Plug nxori dokumentat në cilat faktoi se tuneli është kryekfut vepër Rama Balluku. Ndaj dhe rëndom, po e quhen populli, tuneli Palloshi i Gjatë. Të bëjë ç'të doj, po Belindës nuk sepse ka vetaja këtë. Po Belinda ka luajtur rolin më negativ, më përgjegjës për të, sigurisht nuk dua me asgjë të justifikoj qëndrimet e saj, po ju e patë si funksionon. Bëje këte, kam jetën time, kam këte, kam atë, ti thëm ati sipër, ti thëm këti poshtë, e tjerë, vetëm shtetë, kë është një përshesh dhe jo shtetë, përshesh mafiozë. Njerëz mafiozë që vendosin rrugë, vendosin, s'kan as ligj, as moral. Por, përveç, të tjera, 2 ura i kanë ngrënë, dhe kanë zhdukur kanjonin, kanë kryer krim të rëndë, shumë të rëndë. Kanë rrafshuar kanjonin për të përvetësuar 25 milion euro që ka qenë kostoja urave. Që është absolutisht krim i shëmtuar i shumë fisht. Pra, shqiptarët nuk mund të thonë tani që nuk janë kap me presh në dorë Edi Rama dhe Belinda Balluku. Për shqiptarët është shumë e qartë se dardhat dhe kumbullat e prishura i hanë Edi Rama dhe vazhdo hedh bishtat.